përshëndes gjithëve, ndodhem në qendër të Bubqit. Majta Smejan hedh 22 milion euro për ndërtimin e Bubqit pas tërmetit dhe du t'ju njoftoj që në mënyrë sistematike sa herë bie i pikë shi, qendra Bubqit, që është kjo rruga këtu, kjo është rruga kryesore, kthehet në pirgje të mëdha balte. Vazhdon nga Mazhja e Madhe sipër, edhe shikoni e keni komplet baltë. Të gjitha bizneset janë shkatruar. Nga ai lokali aty, servisi makinave, që unë u futa, më thamë ka bërë diku të 100.000 euro dëm, sepse është fut ujë nëpër makina, kanë qenë makina të reja cilat kanë ardhur në rregullu, e kam denoncuar disa herë këtë histori, dhe nga ana tjetër nuk po e kuptoj se çfarë po ndodh. Vin 2 minuta këtu, bëjnë një pastrim vogël edhe largohen dhe ja ku e lejnë, sepse i gjithë faji është mbyllja e kanalit pikërisht Mazhën e Madhe. Është ditë e dieshme më kanë thonë, si pasojë për mbytyjeve, banorët e disa fshatrave të thellë nuk i kanë lënë fëmijët e vet për me shkuar në shkollë. Ndërkohë kjo është situata vetëm pirgje balte.